Ata që dikur lanë gjithçka pas, familjen në shtëpinë, për të luftuar për lirinë e Kosovës, sot e gjejnë veten duke pritur për një strehë mbi kokë pas premtimeve që bëhen në prag të fushatave elektorale. Në njërën prej tyre, në vitin 2013, Imre Ahmeti, kryetari i komunës Lipjan, ju premtoi se do të ndërtonte lagjen e veteranëve të UÇK-s. Premtimet ishin të qarta. Komuna e Lipjanit do t'u siguronte banesa, si një formë minimale mirënjohje për shërbimin e tyre. Vazhdimisht sa ka qenë kandidat për shembull përmend lagja për veteranët dhe invalidët luftës. Që sa vite përmet ajo lagje kur nuk është asi. Unë jam i bindur që kam realizu. Por çfarë ndodhi në realitet pas këtij premtimi? Gjithë më thotë që janë rrana, fara dhe që po hanë rrana, dhe se rrana janë. Çish po nën rrana për lagje apo? Për lagje, kjo është fiha, që për mos luftës. Nëse bo kur, kjo është fjallë, këto fjallë janë veç për fushat. Si për PDK-s, si për TGK-s, këta e kanë veç fushat. A më bon zbahat kur. Mos më mërë menja sposit që tjetë duke di. Vëllohi, këmë lyvë, unë jam pa shpi vetë. Për luftës e kënena, për sëtë ku jam që të jam shpit vlaj. Karpuzi është po i njëjti burr i cili para së më shumë se 2 dekadash doli në vijën e frontit për të mbrojtur vendin e tij. Por sot realiteti i tij është krejt tjetër, i gënyer nga institucionet dhe i lënë në një listë pritje, pavarësisht kontributit të tij. Kjo këtë vishonët janë i kohën 53 ushtarë. Ne amater që në kohën, asë të thuri kuzon. Kjo vishonët e vishonët i fjone nuk unë jam anë shonët, veteranë dhe shonët. Vishtigat se pajitë, kibirat se Veterani i UÇK-s ndihet i keqardhur për besimin e dikushëm që e kishte te kryetari aktual i komunës. Po e valloj, por sa do të bëjë, ne po votu si kinda që do më vjetë, që boni 4 mandate, e vëtanë, familje tanë. Ushtarja që të jam këthyën, e më bje mund të shkatë këta tjetë shumë po, është hajta përvajra dhe pjo për pëtjaje sanë e kur. E i ka do 2 herë banesat, edhe mas nëme qëta që për i ka do banesat që të në funit, të ke ushtive dhe të anë lutës me shuk atërja, shuk të lutës kanë lojë ose t'i shkatë, jeve vetë do veteranë ju. Se si ka do atë 2 herë ka dojë, që në hajnë për je, kam fjole të i mëja. 2 herë ka do në ta të rejtë, që ka posë të bëndë jetë, 2 herë ka do banesat, veteranë që i të vanisë që këtë kur, dhe të fusot të vagon, atë janë. Po e zino më tore një për banesëm ka përënduën dhe i ka marë 3 qitash, që janë ronë banesët, dhe i ka në marë të vetë që ka një ronë banesët, po banesët nuk dohen kryje drejtë asë një kërëtorë. Po më pasi ke kushtenka dhe me qunë shëqotë veteranë. Kjo është në vërtetë, kështë të do të vjetë së nëra, pra do, ka që ke di nuk të sakë, së po fjallë, po është të gavo. E ta në fond për fërsot, kështë e vëdet, e pushisna për ju këtë e rana. Banesa ka ndarë, por banesa nuk kemi marë, sepse me sa duket, preferencat kanë qenë tjera. Këtë na përforcon edhe kryetari i veteranëve në Lipjan, Avnis Sinani. Ma ka plani shokri buja. Edhe në ka konë pytja të një qenë banesa, për e 3-4 banesa. Ka ndohë për mes kuvendit komunal, ka kalim kuvendit komunal, e mozërtore krejtë. Dhe ka fitu kërë orë, a fku e ka cëngua, e ka lënë 30% ati farvenit, ka më ndërtu ato, plus e ka zvoglu, ose me 8 kopse, ka bënë 4 kopse, ka zvoglu, pronën e ka shqitës, e ka bënë këtu, e ka bënë këtë tjetër, e ka përshua konkret, ka lënë 100 banesa. Për atyre 100 banesa, u ka thonë, kanë me morë dhe s'kam nërë, civil, kështu që s'kanë bëjnë me kategoritë e listës. Me thonë, jesin 50 banesa. Edhe ato banesa tash për premten veteranëve të cilët pranojnë mu antarësim gjithë këtë. Një akuzë drejt për drejt që implikon në rënd kryetarin që supozohet se ka luajtur me kujtimin dhe dignitetin e veteranëve. Veteranë që kanë kalu partit tina me premtim banesë. Shotrave janë ata, po shëveri tina veterana e shka në të i thirë ata dhe thët unë e javënëri që të në një morë banesë dhe një njëjë. Po të në thonë, mina me argumentu ato se qaj veteranë më pranem me tonë. Dhe mërë banesë, na e dimë. Unët me rajtët, mas me mujtë me rajtë e në përkishbonë. Ajo që dëgjojmë nga kreu i veteranëve të Lipjanit është një akuzë rënd, për të cilën duhet të ndërhyjnë institucionet ligjzbatuese. Por ka edhe një akuzë tjetër, edhe më të rënd, që nëse vërtetohet e implikon kryetarin e Lipjanit. Vjen për ato manifestime që organizojmë na, vjen para mosin për të për që këtë dhe me të voja, a i në të nësë në pome që i në krejt dhe dekë në fejës e në hofë. Që të është të fjonë. Ajo rejtë që. Unë që një vjetë jam.
Jam ma herët që një vjetë në përtori veteranëve, me ato së kom full me ta, asnjëherë. Ai ka shku aty të jo, ja ka dhënë 500 euro, 700 letera. Për 700 euro shku për hune. Tash kë më mësu kohë të gjatë, me 500 euro, e ka ble drejtë në orë me full aty në përmend pesnimin. Kur i morë dhënë, s'u shku kurrë. Kanë thirrë, kanë thonë hajde merr 500 euro, kanë thonë mos më thotë në kurrë. Tash manifestimin e parë që organizohet, si vjen ai, unë dal para mosës se bëj hura. Ai mos ta masarraj, ti e urrejmë. Jo më ndihmë, e urrejmë. Manipulojmë. Në hom marrëdhënie të kem zati me Serbi, se me kryetar të komunës, njëjtë. Po, ke vetëm një pyetje. A çdo mandat keni premtuar lagjen e veteranëve, tash e 12 vite. Nuk është vërtet. A mundesh më tregu kur ka më ndërtu? Po, e dëshmoj, kur ka më ndërtu lagja e veteranëve? Dësh mama? Lutem. Dësh mama? Shko atje. Lagja e veteranëve kur ka Kush më? ka paguar, shko te çaj. Lutem, veç po më intereson. Gjithmonë kur nesh. Zotri kryetar, vetë mundesh më tregu kur do bëhet lagja e veteranëve? Kryetari na shmangu gjatë gjithë kohës, pa na sqaruar asgjë, dhe me refrenin e përsëritur që jemi të paguar. Ndërkohë, siç duket personi që paguan për të blerë për krahje është vetë ai. Kur i morë dhënë, s'u shku kurrë. Kanë thirrë, kanë thonë hajde merr 500 euro, kanë thonë mos më thotë në kurrë. Është e qartë se kryetari Ahmeti harron diçka thelbësore. Veteranët e UÇK-s nuk janë numra në një listë përfitimesh. Ata janë heronj që mbajtën mbi supe një luftë. Prandaj, pyetja jonë është e thjeshtë. A mund të ne përkëmbën ata që sakrifikuan gjithçka për vendin? Ai i premton njerëzve, hajde keni fëmijë, ju ja banesën e ditë sigurt, e dim kanë tregu, veteranë tonë kanë tregu. Ata nuk pranojnë gol, mara kamera se e nga bëni asë akuzat të të shkumbët. Nëse del dikush akuzën se të ka ofruaj shoferi kanes, është akuzë për prokurorin. Të nderuar veteran, ne po presim nga ju që me të njëjtin guxim që patët në luftë, të denonconi hapur atë që ka ndodhur me ju në këto vite.